Ndërkohë që ende nuk ka një përgjigje zyrtare nëse Eglant Koçi është vrarë apo jo, të gjitha të dhënat që grupi hetimor ka deri tani tregojnë se 34 vjeçari mund të jetë ekzekutuar nga shoku i tij Armand Çakaj. Kjo është makina tip Porsche Armand Çakajt, makinë me të cilën dyshohet se ka transportuar trupin e 34 vjeçarit. Brenda kësaj makine janë gjetur dhe njollat e gjakut, që dyshohet se janë të Eglant Koçit. Makina është gjetur nga policia teksa kamarieri Çakajt po e lante, ku Bluta arrestuan 25 vjeçarin si bashkëpunëtor i autorit kryesor të dyshuar. Për këtë krim dyshohet se 41 vjeçari të ketë menduar të gjitha veprimet e tij në mënyrë që të mos zbulohet, por gjetja disa kamerave të tjera të sigurisë po nxjerrën pa detaje të rëndësishme. Burime bëjnë me dije se autori i dyshuar për zhdukjen e Eglant Koçit ka përdorur një karro atrec për të shmangur kontrollet e policisë dhe për të transportuar automjetin e tij, brenda të cilit besohet se ndodhej dhe trupi 34 vjeçarit deri në zonën e Ibës në Tiranë. Këto lëvizje janë kryer me datën 6 qershor nga Çakaj. Referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, hetuesit besojnë se trupi Koçit është mbajtur brenda automjetit për më shumë se një ditë. Policia ka identifikuar dhe shoqëruar për të marrë në pyetje pronarin e karro atrecit. Ky i fundit ka deklaruar se kishte transportuar automjetin drejt një servisi në zonën e Ibës, pasi Çakaj ka thënë se makina kishte pësuar defekt. Ndërkohë gjatë kontrolleve në ambientin e zyrës ku dyshohet se është mbajtur Koçi, janë gjetur dhe mbetje baruti. Në lidhje me këto zbulime, gjithashtu grupi hetimor është në pritje të rezultateve të ekspertizës. Armand Çakaj dyshohet se ka ndruar 6 numra celulari gjatë ditëve të fundit në përpjekje për t'u shmangur lokalizimit nga autoritetet. Numrat e celularit rezultojnë në emrin e tij ose të familjarëve, ndërkohë në pyetje është marrë dhe vëllai i autorit të dyshuar, i cili në dëshminë e tij nuk ka dhënë të dhëna për vendodhjen e Armand Çakajt.